Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia po hap një qendër qeveritare për reagim ndaj incidenteve kibernetike. Një projekt i njoftuar nga Ministria e Transformimit Digjital si pjesë e një forcimi më të gjerë të mbrojtjes shtetërore kundër kërcënimeve digjitale. Sipas informacionit të publikuar, më shumë se 1.5 milion euro po investohen në pajisjet e saj, ndërsa një pjesë e mbështetjes vjen nga Bashkimi Evropian. Ministri Stefan Andonovski njoftoi se qendra duhet i përgjigjet rreziqeve në rritje të sulmeve kibernetike ndaj institucioneve shtetërore dhe infrastrukturës kritike. Ministri i Transformimit Digjital Stefan Andonovski deklaroi se Maqedonia e Veriut do të jetë vendi i parë që do të përmbush detyrimet për heqjen e kostove shtesë të roamingut në Bashkimin Evropian. Andonovski, mes të tjera, shpjegoi se qytetarët nuk do të paguajnë shtesë për thirrje mesazhe dhe internet gjatë udhëtimeve në vende të BE-s. Ne kemi përfunduar punën tonë, e kemi dërguar tekstin për mendim dhe do ta votojmë në kuvent, deklaroi Andonovski. Ministri tha se plani mbetet i pandryshuar dhe vendi është i gatshëm të finalizojë rregullore ligjore për heqjen e kostove të roamingut. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut vendosën gur themelin për ndërtimin e interkonjeksionit 400 kV mes dy vendeve. Drejtori SHA MEPSO Burim Latifi, duke theksuar rëndësinë e interkonjeksionit të ri Manastir 2 për stabilitetin energjetik të Maqedonisë jugperëndimore dhe të gjithë sistemit nacional energjetik, tha se kjo do të sigurojë stabilitet të sistemit të transmetimit. Sipas tij, me këtë interkonjeksion po mbyllet hallka e fundit energjetike e korridorit të 8 pan-evropian. Me vendosjen e kurthemelit për linjën interkonektive të transmetimit që lidh Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, që fillon nga Manastiri, Ohor e përfundon në Elbasan, fillojmë realizimin e një projekti që ka rëndësi të jashtëzakonshme si për vendet tona, ashtu edhe për rajonin. Trashëguam një projekt tërësisht të bllokuar. Për 4 vite projekti nuk ishte realizuar as 4%. Rrjedhimisht identifikuam pikat e dobta, eliminuam barierat administrative dhe në një kohë të shkurtër e kemi kthyer këtë projekt nga një ide në letër në një projekt konkret në terren. Projekti parashikon ndërtimin e rreth 100 kilometrave linjë transmetimi erore nga stacioni transformator Manastir 2 deri në kufirin mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Projekti vlerësohet të kushtoj rreth 17 milion euro, i financuar përmes kredisë dhe granteve nga Banka Evropiane e Zhvillimit dhe fondet europiane. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës së Shqipërisë Enea Karakaçi tha se nisja e punimeve për linjën 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është një investim për sigurinë, zhvillimin dhe integrimin e përbashkët evropian mes dy vendeve. Projekti i linjës 400 kV Elbasan-Bitola është një nga hallkat më të rëndësishme të korridorit energjetik lindje-perëndim, pjesë e rëndësishme e korridorit 8. Ai përmbyll një boshllëk historik në rrjetin rajonal dhe krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis sistemeve tona energjetike, duke rritur ndjeshëm sigurinë e furnizimit për të dy palët dhe duke shërbyer si një instrument i cili garanton angazhimet e dy shteteve për integrimin rajonal dhe europian të tregjeve tona, krahas integrimit politik të Bashkimit Evropian. Karakaçi tha se Shqipëria ka arritur të realizojë 80% të punimeve për ndërtimin e linjës energjetike që është pjesë e korridorit të 8. Kjo linjë nuk është vetëm një projekt bilateral, ajo është pjesë e një vizioni më të gjerë, korridorit 8 energjetik që lidh Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe me te Italinë. Përmes këtij korridori, ne po ndërtojmë një urë të re energjetike midis linjës dhe perëndimit të Europës. Duke e vlerësuar maksimalisht të projekt, ne jemi investuar intensivisht në pjesën e linjës që kalon përmes Shqipërisë dhe me krenari, por me mirë kuptoni, jo për efekt të bërjes së konkurrencës, se nuk do të ishte vendi ky, mund të themi se kemi arritur në 80% të punimeve për ndërtimin e linjës në territorin shqiptar. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami dënon deklarata e kryetarit të gjykatës kushtetuese për trajtimin e gjuhës shqipe. Nuk pajtohem me deklaratat e papjekura të kryetarit të gjykatës kushtetuese në disa raste, jo vetëm sa i përket gjuhës shqipe, por sigurisht që është përgjegjësi individuale e tij, kurse sa i përket përgjegjësisë institucionale, sigurisht që edhe kuvendi, edhe presidenti, edhe çdo institucion që ka përgjegjësi në propozimet që japin për anëtarët e gjykatës kushtetuese, do e kenë parasysh të ardhmen për propozimet të cilat i kanë. Kryetari i Komunës Tetovës tha se gjykata kushtetuese është organ institucion i pavarur të cilin po ashtu na e ka lënë trashëgimi qeveria e kaluar. Gjykata kushtetuese është organ institucioni i pavarur, të cilën po ashtu na e ka lënë trashëgimi qeveria paraprake. Ne do të punojmë që edhe kjo gjykatë të funksionojë në bazë të kushtetutës edhe të ligjit. Rajoni.
Kryeministri i Kosovës garanton se është në kontakt me krerët e opozitës për zgjidhjen e çështjes së presidentit. Albin Kurti deklaroi se me kreun e PDK-s Bedri Hamza dhe të LDK-s Lumir Abdigjigo do të takohen javën e ardhshme. Gjykata kushtetuese e Kosovës me vendimin e fundit të nxjerrë për dekretin e presidentes Vjosa Osmani kishte konstatuar se dekreti nuk kishte efekt dhe i ka dhënë 34 ditë afat shtesë për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo pasi ka konstatuar se mes datës kur është konstituar kuvendi dhe datës 4 mars nuk ka pasur hapësirë për konsumimin e afatit 60 ditor. Kushtetuese megjithatë ka sqaruar se presidenti duhet të zgjidhet brenda 60 ditëve dhe se ky afat duhet të niset të përmbyllet 30 ditë pa i kaluar mandati presidentit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga foltorja e kuvendit tha se vullneti i popullit nuk anullohet me dekrete. Kreu i qeverisë tha se dekreti miratuar nga presidentja nuk ishte në përputhje me Kushtetutën e Republikës dhe ka krijuar një situatë që sipas tij kërkon qartësi dhe jo konfuzion dhe përgjegjësi dhe jo shmangje. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj vërtete të pamohueshme, sot nuk kemi një boshllëk institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe. Afatet kushtetuese janë në rrjedhë, shteti nuk ka ndalur së vepruari dhe nuk ka asnjë arsye që ne ta ndalim atë. Përkundrazi, çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar, por edhe një precedent që cënon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së pushteteve. Qeveria e Kosovës rikthen për miratim ligjin për vendosjen e çmimeve tavan. Kurti deklaroi se projekt ligji vjen si përgjigje e domosdoshme ndaj një realiteti dhe përvoje që qytetarët tanë po e përjetojnë. Kemi nisur edhe iniciativën për krijimin e ligjit që në publik njihet si ligji për çmimet tavanore tjetër. Kjo jo për ta penguar rritjen e zhvillimit të askujt, përkundrazi për të evituar keqpërdorimet në emër të krizave të vazhdueshme dhe rritjen apo fryrjen artificiale të çmimit. Sipas tij, shkak për këtë vendim janë bërë rritjet e papritura të çmimeve, paqartësia në treg dhe mungesa e mekanizmave për mbrojtje dhe ruajtje. Por ngjajshëm sikur shumë iniciativa të tjera, edhe ky ligj u pat sfiduar pas aprovimit në të dy leximet në Kuvendin e Republikës në gjykatën kushtetuese nga ana e opozitës. Dhe ja ku jemi shumë muaj pas me kriza të reja në sfond global që tash këto kriza e prekin edhe xhepin e qytetarëve tonë. Krahas asaj, qeveria miratoi dhe projekt ligjin për sigurimin shëndetësor të shpallur më herët si antikushtetues nga gjykata. Lehtësime për rikthimin e shtetësisë për diasporën në Kosovë. Këshilli i Ministrave miratoi ndryshimet në ligjin për shtetësinë. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelar Zveçlia vlerësoi se kjo është një nismë strategjike e qeverisë për të afruar legjislacionin me praktikat më të mira ndërkombëtare. Përmes këtij projekt ligji realizohet premtimi i qeverisë për lehtësimin maksimal të procesit të rikthimit të shtetësisë për diasporën, të cilëve për shkak të kufizimeve në shtetet e tyre ju është dashur të heqin dorë nga shtetësia e Kosovës, tha ministri i Brendshëm Xhelar Zveçlia. Vetëvendosja garanton shumicën në Kuvendin e Kosovës për arritjen e marrëveshjeve ndërkombëtare. Deputetët e Kuvendit miratuan disa marrëveshje ndërkombëtare me mbi 80 vota deputetësh, ndërsa u votua dhe komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për bordin e Radio-Televizionit Kosovës. Ndërkohë, quorum nuk pati për marrëveshjen ndërkombëtare për zhvillimin e sektorit financiar të Kosovës mes Ministrisë së Financave dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, pasi për këtë marrëveshje ndërkombëtare ishin vetëm 77 vota nga 80 të domosdoshme për miratim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Njoftim rutine komentoi ministri i Brendshëm i Shqipërisë Besford Lamallari paralajmërimin e ambasadës amerikane në Tiranë për sulmet të mundshme nga Irani. Lamallari edhe një herë theksoi se policia e shtetit dhe të tjera struktura përkatëse kanë marrë prej kohësh masa dhe ka rritur vigjilencën dhe gatishmërinë. Qytetarët shqiptar duhet të jenë shumë të sigurt, pasi kjo është një punë që tashmë ne e vjojmë për vitesh dhe mendoj që kanë dëshmuar si policia e shtetit, si partnerët rajonal dhe evropian, që ne për sa i përket sigurisë, aq më tepër kërcënimeve që mund të vinë me një natyrë të theksuar, jemi në komunikim të përditshëm, të real në çdo minutë me agjenci ligjvatuese dhe inteligjenca brenda vendit dhe jashtë vendit.
Përmirësimi i kuadrit ligjor, përforcimi i kapaciteteve institucionale, mbështetja infrastrukturore dhe rritja e efikasitetit të sistemit ishin ndër çështjet e trajtuara në takimin ndërmjet ministrit të drejtësisë Toni Gogu me kreun e prokurorisë speciale Klodian Brau. Ministri e vlerësoi punën e SPAK-ut si institucion kyç në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gogu tha se bashkëpunimi me SPAK dhe të gjitha institucionet e drejtësisë do të mbështetet në respektimin e plotë të ndarjes së pushteteve dhe të pavarësisë institucioneve, duke nënvizuar se qëllimi është për një sistem drejtësie më funksional, më i besueshëm dhe më efikas për qytetarët. Bashkëpunimi në bujqësi ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit Armend Muja me homologun e tij nga Shqipëria Andi Salla. Ministri i Kosovës Muja the bashkëpunimi me qeverinë do të fokusohet në rritjen e prodhimit vendor të ushqimit, lehtësimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Vendet janë importuese të ushqimit dhe është nevojë për bashkët që ne si dy vendet i koordinojmë hapat drejt prodhimit të më shumë produkte bujqësore për të mësuar sa më shumë të është e mundshme nga nevojat e konsumatorit të dy vendet. Ne po ashtu diskutuam pak edhe tek çështjet e komplementaritetit, se çfarë mund të koordinohet në hapat e prodhimit bujqësor qoftë në Shqipëri apo në Kosovë, dhe u dakordojmë që të vazhdojmë diskutimin e drejtim. Ndërsa ministri Salla tha se palët janë dakorduar për forcimin e koordinimit ndërinstitucional, zgjerimin e bashkëpunimit tregtar dhe përfshirjen e bizneseve në zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve. Atë çfarë ne kemi rënë dakord së bashku për të koordinuar midis institucioneve dhe marrëveshjeve institucionale midis dy vendeve dhe dy ministrive, ku partneriteti është midis institucioneve, por edhe midis shkëmbimeve tregtare shumë të mira midis dy vendeve tona, ku kemi rënë dakord sot për të ullë një tryezë edhe bizneset dhe të gjithë aktorët cilët janë midis koordinimit të punës dhe zhvillimit që ne do të vazhdojmë më para midis dy vendeve, por edhe atë çfarë është më rëndësishme, koordinimi i punës së përbashkët dhe zhvillimit përbashkët midis dy vendeve, ku është për të theksuar. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump shkarkon nga detyra prokurore e përgjithshme Pam Bondi. Në një postim në rrjetet sociale, Trump falenderoi Bondin për punën e saj dhe njoftoi se do të kalojë në sektorin privat. Ai vlerësoi performancën e saj duke thënë se kishte bërë një punë të jashtëzakonshme në luftën kundër krimit. Bondi do zëvendësohet nga Ton Blanche. Në reagimin e saj ajo shpreh se do të punojë për një tranzicion të qetë dhe cilësoi detyrën si nderin më të madh të jetës së saj. Ajo shtoi se do të vazhdojë të mbështesë Trump edhe në rolin e ri. Largimi i saj vjen pas kritikave të shumta për mënyrën se si Departamenti i Drejtësisë trajtoi çështjen e financierit të dënuar Jeffrey Epstein. Ndryshime në radhët e hierarkisë më të lartë të ushtrisë amerikane. Generali Randy George pritet të dalë në pension me efekt menjëhershëm. Vendimi vjen pasi sekretari i mbrojtjes, Pete Hegseth, i kërkoi dorëheqjen pa dhënë arsye zyrtare. George mbante këtë detyrë që nga gushti i vitit 2023 gjatë administratës së Joe Biden. Gjatë një karriere rreth 40 vjeçare, ai ka shërbyer në Irak dhe Afganistan duke mbajtur poste të larta në ushtri përfshirë zëvendës shefin e shtabit. Ndërkohë Pentagoni njoftoi se generali Christopher Lenive do të marrë funksionin si ushtrues detyre i shefit të shtabit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.